Në moton Ecim për autizmin u zhvillua në Shkodër marshimi sensibilizues ku bën bashkë institucione, qendra rezidenciale për kujdesit, arsimtar, prindër dhe qytetar, me mesazhe të forta për vetë funksionimin e institucioneve, por dhe bashkëpunimin me shoqërinë për ju gjendër sa më afër familjeve dhe këtyre personave në integrimin dhe shkollimin e tyre. Të themgëzuar ditën ndërkombëtare të 2 prillit, e cila që në vitin 2007 rezulton të jetë dita dedikuar fëmijëve apo individëve me spektrin e autizmit, jemi bashk për të mbështetur njëri tjetrin në mënyrë institucionale dhe aq më fort edukatorët, kujdestarët, mësuesit, në mënyrë të veçantë prindërit e këtyre fëmijëve, të cilët i kanë dedikuar jetën. Në një pjesë të mirë të familjeve kena arrit me mposhtë stigmën e të paturit një fëmijë, e të pranuarit se një familje e ka një fëmijë me spektrin autik. Në shkolla, me gjithë përfshirjen, kena arrit me mposhtë stigmen që me të gjithë klasën mundet me kenë edhe një fëmijë autik. Ajo çka është luftë për të gjithë ne, është që këto fëmijë me i nxjerr nga izolimi dhe me i bë qytetar njësoj si të gjithë nxënësit e tjerë që ne kena në institucionet tona arsimore. Familjet kalojnë sfidat panumërta nga diagnostikimi e deri te përballja me gjykime si: a kështu se ka qëndru shumë telefon, ky fëmijë nuk do të bëhet kurrë, ka ardhur vonë dhe tani s'ka shpresë. Janë bërë shumë hapa përpara në një fushë që për vendin tonë është e re. Ka shumë akoma për të bërë. Autizmi nuk është smundje, nuk është paaftësi, e as patologji që vjen nga telefoni, mungesa e edukimit, apo fakti që një prind mund të mos i ketë kushtu kohën e duhur fëmijës. Ne nuk duhet i pranojmë personat me autizëm për m'ju bë një nder atyne, por si mundësia jona për të hapur zemrën e mendjen, duke u pasuruar shpirtërisht nga kjo përvojë kuptimi e takimi me diversitetin. Me pankarta sensibilizuese në duar vetë fëmijët dhe prindërit ju drejtuan shoqërisë, e cila duke i thënë se autizmi flet, por ka nevojë për përkrahje. Sot është dita botërore e autizmit, e cila synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe edukimin lidhur me çrregullimet e spektrit të autizmit dhe përmirësimin e jetës së tyre. Fatkeqësisht në Shkodër, ende dhjetra familje vuajnë për krahjen e institucioneve, duke e patur më të vështirë paragjykimin, ndjekjen e terapive apo transportin ndaj këtyre fëmijëve.